Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tyrona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju komentimin dhe analizën e ngjarjes së radhës. Kam përzgjedhur në këtë minutazh të flas për Indrin, Vanesa dhe Klevisa, një treshe që në fakt ngriti dyshimin që në momentin e parë kur Klevisa hyri brenda në ferm, kishte pikpyetje të ndryshme në qoftë se ishte një hyrje e përzgjedhur në atë formë nga vet ana e Klevisës apo ishte një përzgjedhje e tillë nga ana e produksionit për të nxjerrë sa më keq Indrin dhe për ta shkatruar marrëdhënien me Vanesën, sepse produksioni dëshironte që të krijon një lidhje dashurie tjetër mes Indrin apo Klevisës. Një letër e cila u shkruajt në dhomën e rrëfimit, që në fakt pati edhe dyshime që nuk mund të ishte shkruar nga vet Indrin, por mund të ishte shkruar edhe nga ana e produksionit, e bëri që Indrin të shpreh ndjenjat e tij ashtu se siç ndjehet ai, që në fakt nuk e ndjen më marrëdhënien me Vanesën dhe që dëshironte që këtë kapitull, këtë moment të jetës së tij ta mbyllë. Vanesa, ashtu siç unë e thash atë ditë që nuk do të ishte në studio, Vanesa nuk pranoi që të jetë në studio sepse e pa që mund të përdoreshte thjesht si një aset që produksioni ta përdorte për interesin e tij. Do të thënë, këto fermerë çuditërisht nuk është se kanë marrur ndonjë punësim në media, nuk është se kanë marrur ndonjë avantazh në media, që në momentin kur kanë dalë nga ferma, do të thënë, as nuk i ftojnë për intervista, as nuk i marrin për intervista. E çuditshme mënyra se si po trajtohet kjo fermë dhe se si po luhet në këtë fermë. Vanesa në disa fraza të vogla ka thënë diçka dhe mbi të gjitha është drama e saj që tërhoqi vëmendjen, ku Vanesa ka reaguar tashmë mbi letrën e Indrinit, e cila është bërë virale. Gjatë ditës që nuk kemi qenë bashkë, kemi patur një liri dhe besoj ka qenë edhe për ty. Nuk besoj që historia jonë mund të ketë ardhme, do të thënë kjo është letra e Indrinit. Nuk kam ndier mungesë, por kam ndier liri, thot Indri, dhe këtë gjë në fakt ai e ka transmetuar. Ne nuk e kemi parë Indrinin që ta përmendën Vanesën brenda në ferm, nuk e kemi parë Indrinin që të flet për të brenda në ferm, përkundrazi do të thënë e ndjente veten shumë të lirë në këtë drejtim. Disniveli i ndjesisë është bërë më i qartë në largësi. Kam pasur dëshirë që kur të dalë nga këtu të dalë të takohemi ballë për ballë me njëri tjetrin. Unë nuk jam i duri për ty dhe ti meriton një person që të do më shumë. Zakonisht këto unë nuk jam i duri vijnë nga meshkujt të cilët nuk duan më të vazhdojnë një histori dashurie dhe duan ta mbyllin historikun e tyre në këtë formë. Vanesa nuk ka ndenjur duar kryq, por ajo ripostoi një moment nga ferma VIP ku shfaqet Elvis Pupa duke thënë këto fjalë për Indrinin. Gjithë mashtruesit kanë me vuajtur në këtë jetë. Gjithë manipulatorët se vuajnë se e varin jetesën e vet të manipulimit të tjerëve. Njerëzit janë mësuar me dallavere, kështu do t'i shkojë jeta të gjithëve. Vanesa nuk zgjodhi që të përballet me Indrinin, por siç duket ia dha këtë mesazhin që një ditë do të thënë Zoti do ta paguan. Dhe unë mendoj që Zoti mace nuk është dhe do t'i akmerret Indrinit se nuk është e bukur që të luash me një vajzë, por këtu ka dhe një mes tjetër. Vanesa nuk e mendoi, por Vanesa e kishte këtë karmën që i ndodhi në jetë sepse ajo, do të thënë, partnerin që e dashuronte dhe admironte e la për asgjë në këtë jetë.